Përshëndetje për krejt juve shikues të emisionit të fundjavës. Sot po takohemi në një intervistë krejtësisht ndryshe nga ato se çfarë jemi mësuar të shohim, me një personazh shumë unik, i cili në fakt ka ardhur nga Shqipëria dhe na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij në këtë intervistë. Për këtë bëhet fjalë, do të mund ta kuptojmë përmes këtij materiali, të cilin e kam përgatitur unë nëpërmjet intervistës së bashku me të. E ndjekim. Në historinë e muzikës shqiptare ka artistë që kanë lënë gjurmë të thella me talentin, përkushtimin dhe veprën e tyre. Njëri prej tyre është kompozitori dhe artisti Gjergj Kaqinari, një emër që ka pasuruar muzikën shqiptare me krimtari dhe vlera të mirëfillta artistike. Faleminderit ju për ftesën, më në fund arritëm me u taku e me zhvillu. Dhe po, është kënaqësi e madhe me punu dhe me pas mundësin me zhvillu punën që bëjmë edhe këtu në Kosovë. Po besoj Kosova është kthyer tashmë në shtëpinë e dytë të Gjergjit, edhe pse po besoj sidomos këto vitet e fundit ka qenë ardhje vajtje Shqipëri, Kosovë, Shqipëri apo jo? Në një llogari që kam unë shpenzoj diku tek 1/3 mos më shumë të vitit këtu. Kështu që padyshim që edhe 1-2 vite ndoshta dhe do marr pasaport. Sa të herë që vjen këtu ndihesh rehat, ndihesh ti në shtëpinë tënde? Patjetër. Prej ardhjen nga babi ne kemi prej Kosove, prej Mitrovice. Kështu që edhe në Prizren kemi njerëz vite më përpara, po prap jemi rrit me Kosovën, miqësitë më të forta, familja ime, babi sidomos i ka pas në Kosovë, kështu që s'bën asnjë farë diferencë ndryshimit i kufinit. E përmendë prindin, edhe do ta nisim në formë kronologjike, pasi që ju jeni rritur në një familje muzikantesh. Edhe po besoj kjo ka ndikuar edhe ty që të formosohesh, deshte apo nuk deshte si muzician. Po më trego se si ka qenë fëmijëria jote, Gjergj? Si është rritur Gjergji, qysh në Vegjëli? Fëmijëria ka qenë shumë intensive, unë kam qenë një fëmijë hiperaktiv që doja gjithkohës vetëm të kacaviresha dhe të hidhesha nga lartësi dhe distancat ndryshme. Kam qenë një dashurum thellësisht dhe jam me sportet dhe krahas gjithë kësaj unë kam pas non-stop në shtëpi jo prezencën e muzikës si sfond, si background, po prezencën e njerëzve që jetonin me muzikë. Motra ime gja ishte në shkollë për pianon atë kohë, mami dirigjente, babi kompozitor, kështu që praktikisht kjo situatë mu imponu indirekt. Pra do unë isha gjithkohës në atë klimë. Kështu që u bëra kurioz edhe vetë më pas me shku në drums, në bateri, patjetër, qefi më i madh si gjithmonë. Pastaj kam shku vetë, në piano me luj diçka, apo në kitare, këtjere. Domethënë mundësit Po pikërisht këtu duat ndaljem, këtë vendimin e juaj për të u marrur me muzikën, me artin, kush ka qenë iniciator? Ishte babai, ishte nëna, pasi që po e thua që shumica në familje jeni marrë me muzikë? Ato kanë pa prirjet e mia, sigurisht, dhe duke qenë se kanë qenë profesioniste, kjo gjë kanë arrit me dallu 2-3 gjëna dhe më kanë shty. Më kanë shty tepër, domethënë më kanë shty duke ma drejtu fokusin te kjo gjë. Ndërsa vendimi që unë do merre me këtë gjë, vendimi im, ka qenë shumë më vonë, ka qenë pas pjesëmarrjes në The Voice. Aty unë e pash një krah tjetër të kësaj që bëja, se unë sigurisht kisha knu me banda heavy metal që bonim, kisha instrumentave me banda ndryshme, kisha fillu në studio me punu, po akoma ishte pak e turbullt për mu, se a duktej isha prap midis kësaj dashurisë madhe për sport, dhe domethënë isha në një dyzim shumë të madh, dhe pas The Voice-i unë thash që okej, me këtë do merrem. Përmes këtij rrëfimi, Gjergj Kaqinari rikthen në kujtesë momente të rëndësishme të jetës dhe karrierës së tij.
Mes tyre, veçon eksperiencën në garat muzikore për zërin më të mirë si dhe pjesëmarrjen në formatin The Voice of Albania, një etapë që i dha një dimension të ri rrugëtimit të tij artistik. E përmende The Voice of Albania, një spektakël i cili ka mbledhur shumë familje edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në fakt nga aty edhe më shumë kemi arrit me pa për nga afër Gjergjin. Mendon se The Voice of Albania ishte një lloj trampoline për ty, për të ndërtuar më pas gjithë rrugtimin tënd në muzikë? Si ka ndiku ajo eksperiencë te kjo? Për mu ka ndiku pothuajse 100%, sepse unë muzikën e ushtroja në mënyrë profesionale, isha në shkollë, e bëja për qef, kisha banda, kisha gjona, po nuk kisha i qartë që me thonë, okay, këtë du të bëj edhe kështu, s'kisha bëj një plan diçka. Në momenti që unë në Voice pata këtë katapultimin, këtë trampolinën me publikun, me gjithë gjonat, aty mu merdi shumë reale gjoja dhe pa dyshim pëlqeu. Nuk e kam shfrytzuar në mënyrë më të zgjuar, sepse fëmijë kam qenë, por... Ishe nëse nuk ka bëjt 16 apo 17 diçka? 17 diçka tillë. Por që ka qenë shumë bukur, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur edhe një ndjesi shumë e bukur, por mua më kapi totalisht pa përgatit. Nuk është se e kërkoja atë gjë, ky ishte problemin, thonjza. Në fakt nëse ndalemi tek The Voice of Albania, i vetmi që është kthy ishte Sidrit Beleri, ai i cili shtypi butonin, edhe se si u ndjeve ti në ato momente. Nuk ishte as Alma, as Miriami, as Eltoni, po Sidriti. Sidriti si fillim, unë e dija që Sidriti ka qenë metalari, themi ne, rockeri më i thek nga të gjithë aty. Ka qenë shumë edhe më pëlqente si karakter, po unë nuk e dija si funksiononte kjo puna karriere. Edhe nuk e kuptova. Derisa dola, edhe ma shpjegun mas si dola, se si ishte, se isha okay, po me kë jam unë tash. Unë pa dyshim që këndimin, sidomos atëherë, nuk e kam pas pik fort as pak. Por që unë në Voice kam shku për qef, si thash, nuk e kërkoja fare, atë kam shku për qef me shoqëruar një shok. Pastaj hajtë se po kënoj edhe unë, A i të nëziti, ja? Shoku të nëziti? Jo, shoku thjesht u bë shkas me shku. Edhe pasaj hajtë se po e provoj, në atë kohë kisha fillu me gërmu thellë në muzikë country, se kam pas gjithmonë shumë qef. Edhe ishte eksperimenti bukur, domethënë unë shijova diçka që as isha përgatit, as e kërkoja, kështu që për mua ishte kështu turizëm The Voice. Në ditët e sotme vazhdon të ruash kontakte të mira me zotrin Sidrit Belerin? Po, patjetër. Nuk është se takohemi shpesh, nuk na vjen rasti shpesh, po gjithmonë relatat kanë qenë shumë të mira, aty kemi kaluar shumë bukur, edhe ka qenë një klim shumë këndshme. Kur flasim për The Voice e thamë që ishte një lloj trampoline për ty, e më pas Gjergji mori rrugën edhe preku shumë skena të ndryshme, festivale, po ndoshta kur flasim për to, sa je i përmbushur në këtë aspekt, nëse i kthehemi prapa gjithë këtyre viteve eksperiencë pranë dashamirëve të tu publikut? Unë kam qenë shumë e fat për mënyrën se si publiku më priti në fillim, sepse sigurisht ty të duhet përgatitja, formimi, serioziteti, konsistenca, gjithë këto gjonat. Po është njëherë edhe fat ai impakti i parë si qëllon. Se mund mos qëllosh mirë aty dhe pastaj se ke më kur atë shans. Kështu që unë pata fat deri diku që u kombinun rrethanat që u prita në atë formë. Edhe nuk pata më vonë vazhdimësi apo konsistencë në punë, sepse nuk e kisha, edhe mas The Voice-i, direkt mas The Voice-i, nuk e kisha atë prioritet, atë vizion me dalë me kënu, se kam pas... Atë qëllim, themi? Atë qëllim as pak. Kam pas gjithmonë qëllim që nëse merrem me te kjo linjë të kemi një rol tjetër në një band, apo në një performancë, apo në një skenë, jem ai personi pak më i tërhequr që rregullon këto gjonat, po jo ai që del aty në front line, si më thënë. Edhe për shumë vite nuk i kushtova rëndësi fare të knumes në vetvete, apo prezantimit si këngëtar. Edhe sigurisht ne do vim edhe sot tek Rule dhe tek shumë projekte, po unë veten time se kam pa kur
me profilizimin këngëtar. Unë këndoj. Këngëtar ka plot të tjerë, po unë këndoj. Unë këndoj këngët që bëj për veten time, jam kantautor. Dëshiron të jesh i veçantë në atë se çfarë bësh, çfarë bën. Po, jo të jesh të gjithë të tjerët. Domethënë ka shumë po themi debat kjo gjë dhe ka shumë trajtime kjo puna e këndimit, domethënë. Po atë sa vet kritik je me veten gjatë. Shumë ekstra. Sa e kritikon veten, sa mundohesh. Më shumë se ç'duhet. Analizosh çdo gjë. Më shumë se ç'duhet sepse unë këtë punë kam profesion, sigurisht që kam pasion, sigurisht që më pëlqen me e bë dhe më pëlqen me e bë shumë mirë. Karriera e Gjergj Kaqinarit është shoqëruar me pjesëmarrje në festivale të rëndësishme muzikore, ku kompozimet dhe interpretimet e tij kanë lënë gjurmë në skenën shqiptare, duke u vlerësuar për origjinalitetin dhe cilësinë artistike. Në anën tjetër, emri juaj lidhet edhe me shumë festivale, shumë koncerte, në fakt në Shqipëri, në Kosovë, jo vetëm në fakt, e shtrydh gjithandej. E ke menduar ndonjëherë Gjergj se çfarë përfaqësojnë festivalet tek një artist e më konkretisht tek vetë ju? Unë kam pas fatin, por sigurisht fatit i duhet edhe gjithë përgatitja jote, nuk vlen vetëm fati, sepse mundësia mund të vi tani dhe nëse si i përgatit nuk e shfrytëzon dot edhe ikën. Unë kam pat fatin dhe përgatitjen që më ka ndodhur disa kombinime të lezetshme, kam pas mundësi me bë koncerte nëpër Europë me idhujt e mi, po themi, me kitaristë Bon Jovi, me pjesëtar të tjerë të grupeve të tjera gjigande, nuk e di me përmend tani, nuk ka rëndësi. Pafund edhe kjo ka qenë shumë bukur për me prek një standard tjetër dhe për me kuptu më mirë se çfarë do me bë. Dhe për mu festivalet kompetitive, siç janë festivalet që ne kemi në Shqipëri, që kemi në Kosovë apo në rajon po themi, për mu nuk janë asgjë veç se një skenë, një platformë shumë e mirë, shumë e madhe, dhe një mundësi që ti me pasqyru në publik atë çka ti je, dhe atë çka ti di të bësh dhe do të bësh. Për mu këtu mbyllet. Më pas pjesa kompetitive, kush votoj kë, kush fitoj kë, për mu kjo s'ka pas kur rëndësi, ndoshta është dash me pas rëndësi, ndoshta, po nuk ka pas edhe nuk ka luajtur rol asnjëherë. Po sa je ndje rehat dhe më i sigurt, të themi Gjergj me praninë e prindit, babait në këtë rast, i cili deshte të ka shoqëruar gjatë gjithë kohës, qoftë edhe në këto festivalet e shumta të cilat së bashku ndoshta edhe keni qenë pjesëmarrës. Sa të kanë ditë kesh atë vetbesimin, sepse për fillim gjithçka është e vështirë. Janë edhe ato paraqitjet para publikut, ndoshta trema pasaj se si do të del në publik, ka qenë ai një shtyllë mbrojtëse për ty? Në vazhdon tjetë, pa tjetër. Ai mund të ketë qenë shtyllë mbrojtëse, por në terrenin, në vend konkretisht, po besoj çdo njeri mund ta thotë këtë që ka të njëjtën situatë, më shumë më është prishur punë, pikërisht për kësaj gjëje. Sepse ka pas një lloj paragjykimi, ka pas një lloj pritshmërie, ndoshta të panevojshme për një gjë të caktuar, ka pas gjithmonë një çfarë lloj paragjykimesh ka qenë në fokus dhe ka qenë objekt sulmi pikërisht kjo gjë. Për çfarë do lloj arsye? Saqë po tregoj vetëm këtë për humor që kur kam shku me lujt me kitaristin e Bon Jovi në Gjermani për herë të parë, kur pata koncertin e parë me te, u ktheva këtu në Tiranë dhe takova dikë dhe me kulmin e seriozitetit në pyetje, më tha, babi ta rregulloi, tha. Kështu që ne këtë gjë e kemi shumë, domethënë nuk ndalemi, nuk merremi me gjën vetvete, po merremi me prapaskenën. Ndoshta me pak fjalë ke marrë komente që suksesin që e gëzon sot Gjergj e ka fal prindit të tij, babit të tij, ndoshta i cili ka punuar dhe ka treguar veten, edhe fal ti sot ai është këtu ku është. Po. Si të kanë bërë të lloj pragmatizmash.
Me thënë të drejtën, fatmirësisht kam pas një kështu një antivirus, një brick wall shumë të fortë që nuk më ka ndiku kjo gjë asnjëherë. Domethënë e kam injoru me kulmin e qetësisë dhe madje njerëz pranë meje, rreth meje janë frustruar shumë që pse s'reagon, pse s'bën diçka, dhe unë kam qenë gjithmonë shumë chill te kjo pjesë, edhe nuk më ka interesuar se unë kam ditë shumë mirë çfarë po bëjmë dhe pse dhe të gjitha këto gjëra. Por me Fredin kemi punu shumë edhe në festival të RTS në Tiranë, edhe fatmirësisht kemi pas mundësinë që edhe në festival të RTK-s me punu, me bashkëpunu, sigurisht do veçoj Florent Boshnjakun, një mik tonin familjar dhe në profesion po ashtu. Kështu që përgjithsisht ka qenë një klime mirë, shumë strikte, shumë profesionale, edhe përgjithsisht ka shku mirë. Kthehemi pak tek vetë gjegje dhe ndërtimi i karrierës së tij, themelimi i grupit dhe çka tjetër. Më trego pak më shumë për këtë pjesën, se si është frymësuar gjithçka për ty pas në artin që e bën. Kur ishte gati Gjergji si të marrë këmbët e tij edhe ta nis këtë rrugtim? Unë mbaj mend rreth 10, 11 vjeç, 12 vjeç, nuk e kujtoj me eksaktësi, po aq rreth 11 vjeç. Mbaj mend që kam pa në TV Metallica. Dhe psova një shok. Çfarë është kjo gjëja? Dhe unë, nëse do merrem me muzikë, këtë gjë do të bëj. Një kapitull i rëndësishëm i këtij rrugëtimi lidhet me grupin e tij muzikor, një bashkëpunim i ndërtuar mbi pasionin, talentin dhe dashurinë për muzikën, që solli projekte dhe interpretime të veçanta për publikun. Rule si ide e imja ka lind para 10 vitesh. Edhe emri, edhe shkrimi dhe çdo gjë. Dhe si që thash, për 1001 arsye, unë kam nejt duke e shty, njerë ka not diçka, njerë më zhdash një gjë, njerë kam prit dikë, njerë më ka prish pun diçka tjetër, derisa vendosa që thash, tash ti duhet edhe tash ti do ta bëj. Aktualisht, ne jemi 4 veta në band, jam unë që këndoj, si shtash, luj dhe në kitara, apo në piano, po flas në live, kur kemi performanca, le të themi ndryshe, alternative. Është Bilma Piranaj në bas, që dhe Bilma është pjesëtare prej koncertit parë që kemi bë me Rule, Katie Barbulushin në kitar, Sidi, më pëtrej i themi, Sidrit Myrteli që është në bateri, drums, janë muzikant fantastik të formum, gjithë profesionist, gjithë multi-instrumentist, pra kemi një frymë shumë të mirë. Kemi bë festivale të mëdha, kemi qenë pjesë e festivaleve të mëdha edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Kemi bë disa koncerte tonat, le të themi recitale, që kemi publiku album në parë, kemi publiku album në dytë, kemi bë publikimin e vinilave, që dhe kjo ka qenë një risi dhe një ëndër e ime i vogël që të kisha dhe unë pllakën e gramofonit dhe kam tani. Për te i muzikës, Gjergj Kaçinari ka dëshmuar talentin e tij edhe në aktrim, duke sjellë në skenë dhe në ekran interpretime që pasqyrojnë përkushtimin e tij ndaj artit në të gjitha format. Filmi ishte një eksperiencë shumë e bukur, ndryshe, sepse s'ishte gjë që unë e kisha provu më përpara, edhe që klima shumë e bukur. Filmi ishte një komedi romantike light, perëndimore, me gjithë patëm një marrëdhënie shumë të mirë, Teja, Fatmir Doga, regjizori, dhe me Nitën patjetër që në fillim kishim pak merak se si do shkonim, sepse ne ishim gjithkohës bashkë në çdo skenë pothuajse, por që patëm një kimi shumë të mirë, një mbarvajtje të punë dhe kemi kriju shoqëri shumë të mirë që atëherë.
Rrugëtimi i Gjergj Kaçinarit është historia e një artisti që ka ndjekur me këmbgulje pasionin e tij, duke eksperimentuar vazhdimisht me stile dhe zhanre muzikore, pa humbur kurrë identitetin e tij krijues. Kjo ishte intervista me artistin Gjergj Kaçinari, i cili në fakt ishte shumë i sinqert me përgjigjet e tij. Nga unë Edi ju përshëndes e deri në takimin tonë të radhës, tung tung. I vazhdoni me qëndru me emisionin fundjavë.